Krerët e shtetit dhe politikës shqiptare kanë shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut. Presidenti i Republikës Bajram Bega i vlerësoi figurën e Atit të Shenjtë si simbol të dashurisë universale dhe mshurisë dhe përkushtimit pa dallim feje apo kombësie. Kreu i shtetit shtoi se do të ruajë në kujtesë takimet me Papa Franceskun dhe u bashkua me lutjet e miliona besimtarëve në Shqipëri dhe në mbar botën për paqen e shpirtit të tij. Edhe kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali ka vlerësuar jetën dhe misionin e Atit të Shenjtë. Jeta e këtij dishepulli të Jezu Krishtit ju kushtua shërbimit të Zotit, kishës, besimtarëve njerëzve, bashkëjetesës dhe drejtësisë shoqërore, u shpreh Spiropali, ndërsa nënvizoi lidhjen e veçantë që Papa Francesku kishte me vendin tonë. Kryeministri u njoftua për lajmin e ndarjes nga jeta të Papa Franceskut gjatë një takimi elektoral në Kavaj. Rama kërkoi 1 minutë heshtje për Atin e Shenjtë, ndërsa zbuloi bisedën e fundit që ka zhvilluar me të. U pret në paqe. Në takimin e dytë e pyes i them, Ati Shenjtë, më duket se shumë armiq ke bërë, duke thënë gjëra që nuk i ka thënë kur një papë. Edhe se haroj kur, më tha, kryeministri tha, nëse nuk i them ato që kam për të thënë, tani që kam kohën me njerëzit, kur do t'i them dhe kujt do t'a them? Krimbave, kur të shkojnë varë. Edhe Sali Berisha e nisi fushatën në Puk me 1 minutë heshtje për Papa Franceskun. Kryedemokrati tha se mbar njerëzimi ka humbur një kolos të mendimit dhe besimit tek Zoti. Ju ftoj të nderoj me 1 minutë heshtje një burr të madh të njerëzimit, një mik të shquar të kombit shqiptar, Papa Franceskun. Ish presidenti Ilir Meta ka reaguar nga qelia për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut, duke theksuar se Ati i Shenjtë do të kujtohet për herë me mirënjohje për udhëheqjen vizionare të Kishës Katolike dhe të njerëzimit në rrugën e paqes, dashurisë, solidaritetit, humanizmit, bashkëpunimit, dialogut dhe vëllazërimit. Nga qelia reagoi edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veriaj, i cili theksoi se Papa Francesku ishte një mik i madh i Shqipërisë e i shqiptarëve e do të kujtohet me nderim për mesazhet e tij të mëshirës, për kushtimin ndaj të varfërve dhe për ndihmësën që dha në afrimin mes njerëzve dhe feve.